A ishte pjesë e UÇK-s kryeministri Albin Kurti? Normal që Albin Kurti ka qenë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës edhe ne jemi takuar disa herë gjatë luftës me të. Po atëherë pse zotëri Selimi po kontestohet angazhimi në UÇK i ndonjërit prej liderëve politik të Kosovës për të cilët mbasi dihet se në një formë ose tjetër ishin pjesë e luftës dhe çlirimit të Kosovës. Përse bëhet kjo? Nuk më pëlqen debati i cili është duke ndodhur disa herë me figura të rëndësishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nuk ka qenë hera parë dhe nuk është hera parë që folet për individ të caktuar, në këtë rast për Albin Kurtin, tash kryeministër e Republikës Kosovës. Gjatë luftës, gjatë vitit 98, unë kam qenë komandant zonës operative Drenicës dhe